Partia Demokratike ka nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një dokument drejt kompanisë së saj lobuese ku ngre akuza për procesin zgjedhor të mbajtur në Shqipëri. Dokumenti është nisur edhe Departamentit të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në raportin preliminar të misioneve të vëzhguesve, Partia Demokratike ka ngritur shqetësime serioze për procesin zgjedhor të Shqipërisë, duke nxjerrë në pa abuzimin e gjerë të pushtetit nga Partia Socialiste në pushtet, shkruhet në dokumentin e Partisë Demokratike. Gjethet kryesore sipas dokumentit të Partisë Demokratike përfshin abuzimin me burime shtetërore. Partia në pushtet përdori burime dhe institucionet publike për të avantazhuar duke mjegulluar kufirin midis shtetit dhe partisë. Në rrjetet patronazhi politik u përdor për të bërë presion ndaj punonjësve dhe të ndikojnë tek votuesit, duke shkelur standarde ndërkombëtare, friksimi dhe presioni. Punëtorët e sektorit publik dhe mbështetësit e opozitës u përballen me presion dhe kërcënime. Frika nga policia dhe frika e hakmarrjes dekurajuan gjithashtu pjesëmarrjen e votuesve. Blerja e votave dhe përfshirja kriminale. Grupet kriminale u implikuan me mbledhjen e votave, operacione për kandidatët e Partisë Socialiste. Autoritetet hapen hetime për 10 raste të tilla, pa rregullsi në votime. Qendra e votimit vuani nga probleme serioze si friksimi i votuesve, cënimi i fshehtësisë së votimit dhe aksesueshmëria e kufizuar për votuesit me aftësi të kufizuara. Kapja e medias. Mediat ishin kryesisht në ndikimin e qeverisë, duke rezultuar në autocensurë dhe mungesën e raportit të pavarur. Ndalimi i TikTok, mungesa e reformës. Nuk janë bërë përpjekje për zbatimin e rekomandimeve të zgjedhjeve të kaluara, duke bërë një proces zgjedhor me temetat që pengon aspiratat e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian.